këtë fakte, kush që të ma afër Serbisë, a na këta? Dorës dytë shoqërisë, a përbjen se jena pjesë të dorës dytë shoqërisë, me qëtë cilësim, me qëtë klasifikim, kur sërbët paguajnë ma lirë se na. Si jonë me Serbi, juve klanë Serbia, mu shërbetori Serbisë, kretë neve që kritikojmë, ndërko këta për Serbë kanë rrymat lirë, ja japin autonominë Serbisë, e kanë bërë Kosovën pa jetueshme qysh në Serbia, që deponojmë pa di kundër krevës luftos, ministra e jashme, që tash kur i ki këto fakte për balë, edhe do këne, ku i pidel ma afër Serbisë tu? A neva këtyne? Elena? Ku i pidel ma afër? E këta kanë ala krede morale me folë. Elena, duhet me urujt ekskluzivitetin e gjërat të tilla. Po thuaj. Po, në botën e ligjit sigurisht se duhet, sepse ligji po ashtu e quan paka shumë luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës si deri diku dhe kriminale dhe ndërhyrja në NATO është për shkaqe tjera dhe jo për shkak çështjes humanitare si që kanë shpjegu NATO-ja. Po sidoqoftë, ne problemi jonë në shoqërinë tonë është problem me këtë mënyrë të rrëfimit, sepse po deformohet e vërteta jonë dhe lufta për çlirim. Nuk duhet të ketë një rrëfim. Nuk është tema e lufta çlirimtare, nuk është tema se mohon askush luftën çlirimtare. Po ti so herë nuk ki argumente, ti para 2 minutave fyte Azrenin. Tjera herë, so herë juve ju mungojnë argumentet, ju delni dhe fyni. Base. Ty duhet kohë. Nëse ty duhet kohë, Zejnullah Jakupa që shiki emrin, nëse ty duhet kohë me mendu se a është lufta jonë për shlirim e drejtë dhe ata që e kanë uheq, a janë të pafajshëm, me mu ki problem, sepse bashkëpunimi ka më në ku pas në atë luftë. Dhe tashti, ti kur dele kujtohesh këtu para televizorit, mi u thonë njerëzve në Kosovë, me mu është problematike kjo dhe për shoqërinë tonë dhe për të vërtetën tonë. E drejta jonë për shlirim. Dhe Elena, nuk e dine se ju e ndjeshni në rrjetet sociale në Zhvetes Pahiun, por në fakt para një dite, pas kësaj me Gjuriqin, pas kanë nxjerrë nga arkiva një fotografi tjetër me Petar Milletić, pra ishte në kryetari i Parlamentit Kosovës në vitin 2011-2014 tani sekretari ekzekutivi i Partisë Qytetarëve të Lirë, partia opozitare në Serbi. Pra, sikur do ta balancoj, por ekskluzivitetin e ruan për sonte për na dhënë sqarimet. A ka këtu një balans realitet, sepse interesant është gjuha që përdorin të zëmë, sidomos zërat kundërshtues këtu. Ne kujtojmë që ka qenë vetë kryeministri Kosovës që foli fjalën superlativ për një person i cili ishte akuzuar për krime lufte në Kosovë, për Oliver Ivanovićin. Jakupe? Po, vetëm t'ju them, për shembull edhe unë kam njohur Oliver Ivanović kur vinte në Berlin me delegacion. Nuk dyshojmë që e keni joftë. Nuk dyshojmë që e keni joftë. Paqudi, pse qysh është e mundshme që ju të gjithë ju që keni një farçosje anti-UÇK, po i takoni që njerëz. Falë, zonja Uka, ta dëgjojmë se si ka njohur Oliver Ivanovićin. Po, zotri Zejnullah, e keni njohur, jeni takuar me të në Berlin, si u takuat në çfarë cilësie? Jo, kanë orë delegacion, domethënë të përfaqësuar nga minoriteti serba dhe minoriteti jo serbe, të cilët ai ka folur me gazetar, me gjithë pranishmit, pastaj një mbrëmje, domethënë ka folur. Edhe si ju do krejt kjo vizitë juve? Ku takim? Ka folur shumë në mënyrë shqip, shumë bukur. Dhe fakti që flasin shqip mjafton? Jo, më falë, në qa viti e ke takue Ivanovićin? E kjo është një pyetje e rëndësishme, po cili vit e takue i ndërumë? Dhe në shoqata gjermane që i ka ftuar. Cilin vit e ke pas qatë Darkon ose e ke takue Ivanovićin? Cilin vit? Vitin 2000, nuk di tash 2014. Oke, më falë. A e din që Ivanovići o pjesëmarrës i masakrës e 4 shkurtit Mitrovic ndaj shqiptarëve? Edhe ke pas, ke pas mundësi, ke pas kuraja me to meneta? Edhe dhe si rojeve Turës. A e din që o konë kriminel? Unë desha të them që për shembull ju më veshët shumë, domethënë paragjykime që unë nuk jam kundër UÇK-s, unë e kam financuar UÇK-n, edhe kam qenë i gatshëm me shku në luftë. Ti e ke financuar UÇK-n? Jam prezantuar në klubin Bajram. Si e keni financuar zoti? Domethënë, çyre veç pak. Është i vetëdijshëm që Ivanovići ka bërë krim me 4 shkurt 2000 në Mitrovic. Ky ka kurajo, ullet me tonë tavolin, qysh ullet me kriminelin tavolin, që ka vra bashkën bastu, supozo që ti e shqiptar.
Shiko që do shta me thonë se s'po du me hinë të ujrat. Po jo, hin. Më falë, jo, zotri Jakupi, sepse është e pashmangshme, zotri Jakupi, i njëjti person për cilën ju po flisni në superlativ ka qenë i dënuar në Kosovë. Po s'po thëmë në superlativ, ju s'pe analizoni mirë që apo... Ka qenë shumë i mirë me gazetarët, ka Gjithë full... ne shtojmë na mi analizu teoritë tua super sofistikume dhe të thella kafka variante. Na gjithë një gjysh po dështojmë na me të kuptu ty. Pyetja shumë e thjeshtë. A beson në përsinë e Oliver Ivanovicit e? Shiko, të lutem, për shembull sociologët si që thash, më i njohur që Karl Deutsch thekson se paqja, nëse ne mendojmë që të integrohemi në BE, atëherë... Ai citona vetëm Sorrojë mirë, se ke shku shumë larg. Për shembull, jo përmes frikës, përmes armëve, Sorrojë mirë, hajt. Por përmes ndërtimit lidhjeve të thella, për shembull ndërmjet shoqërive, komunikimit të hapur në media, një përbashkë paqe, edhe do me thonë, kjo është ajo ideja që po themën, që po ja thonë gjithmonë diplomatët e Bashkimit Evropian dhe ne s'po kuptojmë. Okej, Jakupi, në pikpamjen tënde, sepse këtë pyetje kam edhe për njerëzit që na shohin live, a duhet të intervistohet nga organet, apo nga prokuroria, nga AKI-ja, në Zvidin Sfahiu? Ajo është çështje e AKI-s ose Si do të vepronte Serbia në rastin sikurse një serb do të atakonte